edhe eksplodoj, më kërset filmi, edhe po dalë për vetës edhe e shoj. Se ka merituar 100 shumë me mjallon, po që kjo vjusa, që kjo se krejtë syte kemi posë në të mërë vete, kom votu, del, thot aty, unë me knatësi matë modë se me shpërndo parlamentin, nuk kam. Përshëndetje. Si e presni vendin tonë tash, a do të shkojnë zgjedhje sipas teje, apo do të formohet presidenti tash në këtu ditë e fundit që i kanë këtë afatin e fundit? Po, unë besoj që qashmen kanë këta, so që do të zgjedhin presidentin, se nuk kanë arsye mos me zgjedh, edhe i grabitën buxhetit Kosovës 10 milion pa nevojë, edhe vjen gjendja e njëjtë përsëri. Kështu që disa partive opozitore, këta kurafsha, mos u vrafsha se deri sot s'kan kallëzu kur gjë, domethënë se cili prej tyne e ka zhvot që Kosovë, edhe që intereson, po edhe partia në pushtet, edhe këta i kanë fajë se kanë 51% të elektoratit, i zhdasht me zgjedh një person. Kështu që unë pisoj pozitet një qytetarit të rëndëm të soj Prishtine, e kisha propozu Albin Kurtit një person që nuk ka kush tjetër që kish mujt me kon presidenti Kosovës. E ai është profesor doktor Faton Bislimi. I jep mësim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje është i njoftuar me gjithë kongresmenët amerikan, është një person që anon ma shumë ka LDK-ja, nuk e di, nuk e kuptoj, unë e lidhën demokratike të Kosovës, kur bojnë bisedime tash me kryeministrin, pse nuk e propozojnë kolegun e tyne Faton Bislimi. Sipas teje tash deri ky van ngërçi politik që deri tash, ti po mendon se do të bëhet një zgjidhje, edhe nuk do të shkojmë në zgjedhje, për arsye se po më i nevojshmi u kon ky Faton Bislimi sipas teje. Po. Ty tregona pak. Po, që unë jem pak i dëshpëruar edhe me këtë ish presidentën, të cilën e kom votu me 2 durë. Qaq shumë ka shgënjye Vjosa Osmani, si juriste, si doktor i shkencave, mësim dhonëse, qaq shumë jem i shgënjym me të, sa që nuk më ta përshkru. Pse i shgënjym? Jem i shgënjym shkaku se ajo deshti me shpërndo parlamentin në mënyrë antikushtetuese. Tu i pas afat 60 ditë, kjo deshti me shkurtu, veç pse për inati të kryeministrit, doli haptas i dhatë do deklaratat pa motora, dalke i tregoj këtë diçka që duhet me shkun ato në dhe, kur mos më ditë që ka menon për kryeministrin, sa ata normal që kanë diferenca edhe për ideologjin që i përkosin, kjo në LDK, kjo në vetë vendosje, mirë po, unë e qëtu sot para qëtu në media qëtu t'juve, e kom vendos me ta lexu një shkrem qëtu për presidentin që e ka shkru një mik jemi në Facebook. Po. A keni duri me ndëgju? Po, hajtë, të ndëgjojnë të këqynë se çfarë shkrim. Se unë për presidentin kom pas shumë respekt, mirë po. Pse erdhë për qomja mes Albin Kurtit edhe Vjosa Osmani? Po që këtu i takojnë 2 rrymave të ndryshme, kjo vetëvendosja është parti majtiste, kjo i takon krahut vetë që u deklaru ma herë që ka qenë lidhën demokratike, parti pro-perëndimore, mirë po nuk bën me fol për njëri tjetrin keq. Nuk bën me fol keq për njëri tjetrin. Këta nuk duhet ato me fol. Tash ta lexoj një shkrim Sahuri që to, po veç në zonën. Po zonën Pjanali krejt. Që ka i thot një analist, një gazetor, Kim Mehmeti. U vetvra duke dashur të avras Kurtin. Kim Mehmeti. Presidentes aktualit të Kosovës, atë shumë ju ngut i hakmirë i Kurtit dhe të avriste, thujza, politikisht, sa që të nesërmen pas dështimit të zgjedhjes së presidentin, ende pa i larë syt, pasi i shtesduar nga gjumi, ajo e shpëndoi parlamentin. Jo vetëm ajo, po thuj se të gjithë burgshtetasit shqiptar janë inatçor dhe të ngutshëm kur duhet të mbrojnë interesat e veta, por shumë të ngandalshëm kur bëhet fjalë për interesin e shqiptarisë.
Duke qenë të tillë, ata ngutshëm pasurohen, ngutshëm bëjnë karrierë politike, ngutshëm vllazërohen e armiqësohen, si dhe ngutshëm i varfrojnë dhe i zhvatin popullin e vet. Ndërkohë shumë kush, përfshirë edhe autorin e këtij komenti, besonte se Vjosa do të ishte më ndryshe, se ajo më parë do t'i kthej kuzhinës dhe profesionit të nënës të shtëpiakës së mirë, sesa ta dëmtonte Kosovën, por doli se me asgjë nuk e dallon nga të gjithë të tjerët. Sidoqoftë, mbetet e vërteta se duke dashur të bëj atentat politik mbi Kurtin, Vjosa u vetvra politikisht dhe e përjashtoi vetveten nga loja e mëtejshme politike. Pra, ajo e shpërfaqe vetveten si një politikane që nuk mund t'i kontrolloj ambicjet e veta të sëmura, si një politikane e njëjtë me ata që shumic i ka shqiptaria, që interesat personale i vë mbi ato të popullit dhe të Kosovës. Por një shim shumë ka pëlqy, e une nuk deshta ma shumë me zgjat me juve, se une ka njerë edhe po më lefosna, e mund me ndodh që edhe eksplodoj, më kërset filmi, po dalë për vetës edhe e shaj. Se ka merituar 100 shaj me mjallon, po që kjo Vjosa, që kjo se krejtë syte kemi pas në të mërë vete, kom votu, del, thot aty, unë me knatësi matë modhe se me shpërndo parlamentin, nuk kam. Edhe Serbia në 89-ën, kur ne ka marrë autonomin, me tangse, kanë thonë na jemi matë lumëturit botë se e shpërndom kuvendin e Kosovës. Edhe kjo ka rrot njëjtë atë valë. Kështu që e lexova që të shkrim edhe i bëjt fala. Pi qituit, le politikën se s'është për ty. Se me qëto 2 dur të kom votu qështu, me 2 dur, ma nuk ka vot për meja dhe për këtë familjes ta.